Zgjedhjet lokale në Maqedoninë e Veriut nxorën për herë të parë në dritë bashkëpunimin e një koalicioni lojal shqiptarësh me nacionalistët e VMRO-DPMNE-s, të cilët i ndihmuan të mundnin kundërshtarët e tyre shqiptar me votat e nacionalistëve maqedonës. Në vija të trasha, koalicioni opozitar shqiptar i udhëhequr nga Ali Ahmeti është i pari në 9 komuna, ndërsa vlen në 6, ndërsa kandidati Ali Ahmetit ka dalë i pari në 5 komuna, derisa rivalet e tij nga vlen në 9. Në Çajir, komuna simbol e shqiptarëve në Shkup, rezultati është më ilustrues. Kandidati Ali Ahmetit ka marrë 47,55%, ndërsa koalicioni i tij 47,89%. Nga ana tjetër, koalicioni Vlen ka marrë 46,8%, ndërsa kandidati i tyre 50%. Diferenca vjen nga votat e VMRO-s, të cilat janë afërsisht 4% në rezultatin proporcional. Ky fenomen është i përhapur gjithandej. Në tërësi, koalicioni udhëhequr nga Ali Ahmeti ka marrë pak më shumë vota se në zgjedhjet e kaluara, por nuk ka arritur të përballojë aleancën mes Vlen dhe VMRO-DPMNE-s. Pra, është mundur nga një aleancë e partisë në pushtet me shqiptarët që i duhen asaj, shqiptarët lojal me nacionalistët Maqedonës. Kaq është e gjithë historia e humbjes së Ali Ahmetit dhe fitores së koalicionit që vlen për Maqedoninë. Të tjerat janë retorik politike. Ajo që mund të diskutohet tani është përgjegjësia e Tiranës dhe Prishtinës për këtë rezultat, që defaktorizon plotësisht shqiptarët në Maqedoni. Me këtë lëvizje të zgjuar, por thellësisht anti-shqiptare, kryeministri Mickoski ka arritur të pompojë veglat e tij shqiptare në pushtet lokal, duke ju dhënë më shumë pushtet vendor dhe duke i bërë të parëndësishëm për qeverinë qendrore. Duke thelluar ndarjen mes koalicionit Vlen dhe aleancës Ali Ahmetit, Mickoski ka krijuar një patericë të përhershme shqiptarësh për pushtetin e tij, të cilët i ngre me votat maqedonase për pushtet lokal dhe i le pa peshë kur vjen puna te pushteti qendror. Në këtë betejë, ai kishte në krah ndihmën e pakursyer të kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti, i cili u angazhua personalisht dhe politikisht për skemën e defaktorizimit të shqiptarëve në Maqedoni, për shkak të kompleksit që ai ka ndaj ish luftëtarëve të UÇK-s, konkretisht ndaj Ali Ahmetit, duke u zotuar publikisht se do ta nxirrte nga skena politike. Por Ali Ahmeti nuk është i rëndësishëm në Maqedoni si kundërshtar i Kurtit, por si kundërshtar i nacionalizmit maqedonës. Ai e ka detyruar Maqedoninë me armë në dorë të ulë kokën para shqiptarëve dhe të nënshkruajë marrëveshjen e Ohrit, që u dha shqiptarëve të drejtat e një elementi shtetformues dhe përfshirje në jetën politike si të barabartë. Tani, këto arritje po zhbëhen. Albin Kurti mund të krenohet se ka zhbërë një betejë të UÇK-s në Maqedoni, duke bashkëpunuar me krahun më nacionalist të politikës maqedonase, të djaftët e Mickoskit. Edhe pse hiqet si i majt Ballkanas, në fakt është një populist spekulant dhe një narcist politik, që lufton çdo kundërshtar shqiptar në rajon, edhe duke bashkëpunuar me armiqtë e tyre. Për një të majt, siç pretendon se është Albin Kurti, Mickoski nuk do duhet të ishte as aleat ideologjik, jo më elektoral apo kombëtar. Por ai e bëri të aleat kundër shqiptarëve në Maqedoni, vetëm për llogaritë e inateve të tij me udhëheqësit politik shqiptar atje. Veçanërisht sepse Ali Ahmeti vazhdon të konsiderohet si udhëheqës i UÇK-s, çka i kujton Kurtit armiqtë e tij të brendshëm në Kosovë. Përgjegjëse për këtë situatë është edhe qeveria e Tiranës. Konkretisht, kryeministri Edi Rama ka mbajtur një qëndrim tërësisht indiferent ndaj zhvillimeve politike në Maqedoninë e Veriut, duke mos u përpjekur të luajë rolin e faktorëve politik nga Tirana, siç e bëri në vitin 2016, ku ndikoi në formimin e qeverisë më të përfaqësuar ndonjëherë nga shqiptarët. Përfaqësimi diplomatik i Shqipërisë në Shkup është gati qesharak, me njerëz të dërguar për qoka politike dhe me mungesë të theksuar strategjie për fuqizimin e faktorit shqiptar. Madje opozita në Tiranë është më e strukturuar se Rama në mbështetjen e aleatëve të saj, që janë edhe aleatët e Mickoskit. Por ata, së paku, e kanë publik qëndrimin pro Mickoskit dhe nuk shqetësohen për defaktorizimin e shqiptarëve, sepse nuk e kanë për detyrë. Qeveria e Tiranës e ka detyrë të investojë dhe të ketë ndikim në jetën politike të shqiptarëve në Maqedoni, pasi ata ende konsiderojnë Shqipërinë si shtet edhe pse këtu askush nuk njeh saktësisht kush janë faktorët politik shqiptar, përveç 2 a 3 emrave. Në goditje në zgjuar të partisë në pushtet në Maqedoni,
që duroi vota mercelarëve të tyre shqiptar për të dukur më të mëdhenj se kundërshtarët e tyre, nën përfshirjen direkte të Kurtit dhe Berishës në anën e nacionalistëve maqedonës dhe nën indiferencën e Edi Ramës ndaj faktorit shqiptar atje, sot shqiptarët e Maqedonisë janë në pikën më të ulët të përfaqësimit të tyre politik që nga viti 1992. Ata janë shndëruar në një patericë të shëmtuar të pushtetit të Maqedonas, madje të partisë më armiqësore ndaj shqiptarëve, e cila dikur ka kërkuar t'i zhdukur ata nga toka e Maqedonisë së Veriut. Sot, ajo ka hedhur një hap përpara në strategjinë e saj kundër shqiptarëve, duke forcuar shqiptarët që i duhen asaj, ndërsa Tirana dhe Prishtina, secila për arsyet e veta, i kanë ndihmuar sa kanë mundur në këtë rrugë.